gëzuar Fiter Bajramin, jam sot në komunitetin musliman për t'i uruar të gjithë besimtarve musliman, por të gjithë shqiptarve, gëzuar Fiter Bajramin, qoftë kjo ditë e shënuar një ditë solidariteti, një ditë mirësie për të gjithë shqiptarët. Fjalët e Kuranit dhe të urtit profetit Muhammed le të shërbejnë për çdo shqiptar, për çdo besimtar, si shembull frymëzimi në jetën e përditshme, të jemi solidar me njëri tjetrin, të shtrim dorën njëri tjetrit, të ndihmojmë të pamundurit dhe të jemi të bashkuar në shërbim të interesit ton madhor, në shërbim të interesit të harmonisë fetare, të dialogut ndërfetar dhe të interesit ton kombëtar. Është një ditë që na bën bashk pas muajt të agjerimit, të sakrificës, edhe të lutjeve gjatë muajit Ramazanit. Besimtarët musliman vinë për pranimin e sakrificave e lutjeve të tyre. Por kjo është një ditë që rrezaton përtej komunitetit musliman dhe i gjej rastin të uroj të gjithë shqiptarët, këtu në Shqipëri, po dhe në diasporë, në gjithë trevat shqiptare, sepse gjithmonë festat e të mirat ne i kemi ndarë me njëri tjetrin, pavarësisht besimit fetar, dhe është një dëshmi e qartë se si toleranca e vërtet, vllazëria e vërtet mes komuniteteve shqiptare është një realitet dhe nuk është një slogan. Këtë ditë të nderimit, të përkushtimit, sakrificës dhe përkushtimit të njeriut ndaj të Mallit Zot, vlerave hyjnore më të mira. Por e të shfrytëzova rastin për të zotuar para kryetarit të komunitetit musliman, Zoti Spahiu, dhe të gjithë shqiptarëve, se pas 11 majit, nga vendimet e para do t'jetë dyfishimi i fondit për komunitetet fetare. Sikundër, një përpjekje madhore do të bëhet për rikthimin e pronave të tyre ose kompensimin, mbasi pronat e komunitetet fetare janë pronat më të plaçkitura në Shqipëri. Së treti, unë garantoj dhe garantova dhe zotin dhe kryetarin e komunitetit, Zoti Spahiu, dhe garantoj besimtarët musliman se falja ditën e premte do të përcaktohet në ligj dhe në orar. Nuk do mund të bëhet më orari zyrtar pengesë që njerëzit të falin të premten që është dita e për adhurimin për muslimanët.